Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku kunguj të mbushur me mish të grirë dhe oriz me lëng kosi. Kjo është një recetë shumë e mirë, sidomos tani në stinën e verës, duke qenë se gjejmë kunguj plot, por sigurisht mund ta përgatisni gjithmonë për familjen tuaj, pasi me të vërtetë është një recetë që ja vlen të provohet dhe në këtë mënyrë kungujt shijojnë shumë. Unë gjithmonë mundohem që të sjell metoda të ndryshme për të gatuar perime të ndryshme, të cilat mund t'i gatuani për familjen tuaj, dhe këtë herë vendosa që të sjell një recetë me kunguj, në mënyrë që edhe kungujt jeshil të mund t'i gatuani në një formë ndryshe për familjen tuaj, qoftë për drek ose për darkë. Prandaj le të nisim tani pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim, për këtë recetë dua t'ju them që kam përdorur diku te 6-7 kunguj të vegjël, gjithsesi sasia e kungujve varet shumë se sa anëtar jeni në familjen tuaj. Ajo që do të bëjmë në fillim është pastrimi i kungujve, më pas presim në 2 pjesë, ose nëse i keni edhe më të gjatë, mund t'i prisni edhe në më shumë pjesë. Pasi i presim kungujt, tani do t'i pastrojmë në pjesën e tyre të brendshme me një lugë ose një thikë. Mund t'u hiqni pjesën e brendshme, pra tulin e tyre, dhe tulin e ruani për ta bërë supë. Mund t'i pastroni komplet, pra ajo që duhet bëjmë është që t'i lëmë bosh nga brenda, por nuk ka problem edhe nëse u hiqni edhe pjesën e fundit, sepse mbushja që do të përgatisim më pas nuk del nga kungujt. Dhe kështu procesin e shikoni dhe vetë në video, derisa të përfundojmë të gjithë kungujt së pastruari. Pasi kungujt i keni gati, i lëmë më vete dhe tani do të përgatisim mbushjen për mbushjen e kungujve. Për mbushje në një tas unë kam shtuar diku te 200 gram mish të grirë, do të shtojmë 1 filxhan me oriz. Gjithashtu mund të shtoni dhe erëzat tuaja të preferuara, unë kam shtuar pak krip, pak piper të zi, piper të kuq. Mund të shtoni dhe pak hudhër, sipas dëshirës suaj. Të gjithë përbërësit i trazoni mirë derisa të formoni një masë homogjene. Dhe kur masa e mishit të grirë është gati, tani do të fillojmë me mbushjen e kungujve. I mbushim kungujt duke marrë nga pak nga masa e mishit të grirë, që shikoni dhe në video. Dhe më pas kungujt i kemi gati, i vendosim në një tenxhere, i mbuloj me ujë të nxehtë dhe i lëm që të zijë në zjarr mesatar, derisa të shikoni që kungujt kanë filluar të zbuten dhe nëse i provoni me një pirun, mund të shikoni që kungujt janë zbutur mjaftueshëm. Do ta ulim zjarrin në minimum dhe në tenxhere do të shtojmë edhe një tas me kos. Do të shtojmë gjithashtu edhe një lugë gjelle me nisë shtetë të tretur në një gotë me ujë.
Dhe gjithashtu mos harroni të shtoni dhe krip sipas shijeve tuaja. Mund të shtoni pak hudhër tjetër nëse keni dëshirë, si edhe shumë mëndërc ose nenegjik ose nane si quhet ndryshe, pasi jep një shije vërtet të veçantë kësaj recete. Dhe tani, të gjithë masën në tenxhere do ta lëm që të zgjijë në zjarr të ulët, derisa të shikoni që masa ka filluar të trashet. Kjo është edhe arsyeja se pse i hedhim nisë shtej në këtë rast, pasi nisë shteja bën të mundur trashjen e lëngut. Është me rëndësi që kjo pjesë, pra gatimi i lëngut me kos, të gatuhet gjithmonë në zjarr të ulët, asnjëherë në zjarr të mesëm apo në zjarr të lartë, pasi në të kundërt kosi do të pritet. Pra pasi e keni ulur zjarrin në zjarr të ulët, pas 5 ose 6 minutash mund të shtoni kosin në tenxhere. Pasi në të kundërt, nëse e shtoni kosin kur lëngu është duke u zier në zjarr të lartë ose në zjarr mesatar, kosi do të pritet. Kur lëngu është trashur ashtu siç duhet dhe ju mendoni që ka marrë trashësinë që doni, tani mund ta hiqni nga zjarri dhe në fund fare receta është gati. Tani mund ta servirni për familjen tuaj. Më besoni që kjo është një metodë vërtet shumë e mirë për të gatuar kungujt. Dhe do ta shikoni që edhe ata që nuk i preferojnë kungujt me këtë recetë do t'i pëlqejnë shumë, pasi kosi dhe nenexiku në këtë rast japin një shije vërtet shumë të mirë. Është një recetë që mund ta përdorni edhe kur keni mysafir në shtëpi, pasi është një recetë e veçantë. Shpresoj shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni cilën e vogël anash kanalit, në mënyrë të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.